Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorun Tina, jemi sot në fshatin Harilaç, komuna Fushë Kosovës. Ne po shkojmë drejt fshatit dhe juve ju lëm me pamjet në vazhdim. Qëndroni me neve. Shtatë e 4 vjet i ke bo. Po, në gosht i kom bo. Jeni banor i Harilaçit. Po. Jeni lindë rrit? Kom lind dhe jem rrit këtu, kom kry dhe shkollën fillore në Harilaç, shkollën e mesme tjera të kom kry në Prishtinë. Prishtinë. Po banoni këtu? Verës banoj këtu, dimnit i kipi këtushit. Se ke ndo kështu e ke bo këtë farë selektimi? Po më duket, kër im koj punësu më të herë dhe në shkollim, baba na ka bo një mundësi, na ka ndihmu për me pas mundësi me dhe në Prishtinë. Se baba ka qenë jurist, atëherë në kohën atë veta, e në atë në qështu në vllaznia jem tre jemi ndagjë, kemi bon ka një banes. Shumë mirë. E juve ku ju pëlqen ma shumë e qëndru? Shatë, edhe për ata vi. Po dimnit, për nëzemi e problem, se shpinë ku marru 71-shën, aja nuk e ka të regullimin që me mujtë me nëzhe. Na jem 3 antare, kom nonën 100 vjeqare dhe unë edhe gruja. 100 vjeqare nonën? Në të nonë 100 është aja. Po ndorë në ta shte nona, 100 vjeqare. 99. 99, kur i bën 100? I si bën vitin arshëm. Vitin e arshëm. E pas kam boj djali i mirë po më duket, a? Dishka ko. Se thojmë pleqt i mbon qefi. Kështu, materialisht kemi qenë gjithmonë mirë, për gjyshit që e di, dhe punu, fërë s'ka punu, po e kemi në të mundësin tonë, kemi quna për baja, për shambull ka 2 javë, 3 javë, jo, sikur ta shë 2-3 ditë që jo 3 që për shkoni, e Zoti ja ka dhënë. Ta je pa i nalë. Të fëmi ka linë, po të jep Zoti sën ta merë kërkush. Shumë mirë, e po që të me i e gjotë. Faleminderit. Edhe një 50, ta më niko. Jo, se s'ka tani kush e këqyrë. Se do të me këqyrë s'ka medë në kolicë. Është mirë me shëndet. Kështu është mirë, po dhe me në ceka rok edhe loj paralizet kuke. Mande edhe ju shkoni të u plak, edhe ju lypë Na të jena kujdes për dikujt. Unë që 9 vjetë jëm penzion, tash, ka me thonë tjetër. Shati Harilaç, ku po shkojmë? Shtëpia jote, a? Qëtu, po, nuk është shtëpia jem, kjo është shtëpia e fshatit, për pamje, vdekje, qëtu, mërture, oda e fshatit. Këto e kanë marru fshati gjithë, bashku, edhe këtu është që edhe komuna në ka bërë regjistrimin, është në bërë regjistrimin faktikisht tokat prunave me këthy nemen tonë, e kanë bërë këtu kanë vendosën. Këtu është një odë, rrëth i ka të ullësit, po. Qa njët fshati Harilaç? Fshati Harilaç një fit mas pare si fshati vjetër, 2004.000 vjetë është kaloja në altë, vjetër, populata e njerëz vendas të vjetër, që nuk ka dallime cila familje është. Se këtu jem 4 familje, që jem me zveti kur gjë, por me gjithë kem harmoni të mirë. Fiset ndryshme. Fisme ndryshe, po. Dhe të ardhen, prej ardhen e kanë prej vendeve të ndryshme. E martesa ta i bëni tash? Jo, ka ndodhur një martesë të na, veç një martesë është bon një perish të zogjant, që ato e di. Tjetër halideri sot jo. A jeni kështu kondër me ndodh martesat? Po. Se, qka ju pengon? Qesh kam pengon?
Mas pari me si kem harmoni, unë shkoj qajnë të beresh. Unë jam me shku të dera me himi të ka të dera e shpis. Adi pa problem, as me thonë pëse shkova, ose ajë më më prit keq. Pa ju më pret mirë, që që ka jeni njeriut, në shqiptarit, e për ata tash, aja prishet për muhe. Tash po bon shtimik, nuk jem o vla. Mi qasia tani rritë dashnia dhe ma e modhe? Nuk rritet se, edhe pse, lind, generatas për generatas kem dalim unë me, për shumë me juve. Unë e kom jetu ndryshe, ti jetu ndryshe. Tash, ty kur thom, hajde bon ma qëtë ma një kafe, një diçka, ti ma qëtë një herë, dytë në herë që në hund, edhe tash prishet edhe me qësia. Gjithkun gratë e kanë prish vllazni lakin. Pse? Ti thoi, jo, ky po punon, ky s'po punon. E dyta, kur i nda vllaznia, deri sa në kom bashkë gjithë vllazën mirë. Kur ka nisë me nda pasunin, i në prish ka pashtu. Shqiptar problem për gjithësi. Mirë po, une nuk pajtuam plotësisht me ju më për shkak se vllave, kur e ki vlla e dën, tamam, kështu me plot kuptimin e fjalës, gruaja s'mund të ndiku. Unë thash, për mos më prish me tjetrin familje, se s'ti sëmë këtu, jo me vllahun, se me vllahun s'prish, po me atë familjen tash kur bëhesh mik. E ki këtu për çdo ditë, ti din rrethonat, ja din edhe ti atër për mu vjen një nga tresa apo një me këshyrë me një sytë tjetër. Për ata thash, nuk kam qef mu martu, diri sa ka gjithkun për vende, ki fshatrat për rreth, so dush ke shqiptari jem. Për ata se jo për të na kanë këshyrë dhe për sta ka pas edhe me të lindje pak me të metash të shqiptarët. Se kanë këshyrë, a mësë faqë për shambull, nuk ka martu, edhe pse ka qenë 5 fshatra tjerë. Kanë bo dallimin edhe sigurisht Argjaku, unë po flas ato që kom ngu për televizion, se jo s'di, me jem maqineri, s'kam lidhje me mjekësi, po për që ata dhe kanë linë një normal, pak ka pas të smutë, me të meta, sikur sot që ka. Se tu për shambull turqit e morën qike në halës të migjes atë. E tu na shqiptarët ka qenë ndalume, as ku marrë, se jo tjetër kujt. E për ata unë thëmë, fshate si fshat mu më ka pëlqysit, të s'ka grua s'burë që sa bën mirë dita, ku të kalesh në për fshat. Jo ta dalin gratë hapi po, dalin shetitin ti, tu kaloja, kthehen, pa problem. Liri demokraci, po fshati është i pastër, për mu. Sa kujdesni për fshatin, mirëmbajtje? Kujdesmi, deri dikon, kur bishot dhe fshatra për duket mirë. Jo nështë sot bashkë sot duhet, po përgjësi që nuk kam mbeturinat mëdhaja. Për shembull, a e merr një iniciativën personalisht apo bashkërisht me banorët e fshatit? Po, e kena marrë shumë herë, po tash ka ardhur një organizatë jo qeveritare, po vjen për na pastron një herë në javë, tu kaloja për hinë poshtë, deri në fund fshatit. Po edhe i kem normal pastrimi i qytetit vjen për çdo javë, po nuk ka mbeturinat mëdhaja, unë bëthon, nuk këtu, rejthëm në shtë qesin në përmal nuk e di, po këtu në përfshat është fshat i pastër, nuk s'ka kanalizim, s'ka mbeturina, s'po di që thonë i pastër për musht i pastër. Po, e thatë që është fshat i vjetër, fshat ashtu antik. Sa keni investu për fshat, sa keni bë ndërtime, a ka diçka që ja vlen me cek kështu? Në fshat kemi bë ndërtime, shkollën e kemi, një palestër të shkollës e kemi, një kemi fillu për fshat, po në diçka komuna mos marrveshje me atë punë krysin e kanë lënë zvarë. Kanalën e ujtë e kemë të rregulluar, rrugët kemë asfaltuar me gjitha. Rryma nivel, ujësjellsi nivel, ka diko, ndoshta ndoj shtëpi ka të meta dhe të ujtë, po përgjithësi se kemë ramje të lirë. E tashin ka ardhur një investor që ku di është edhe tabela aty që me bën kanal ujin e rishtas ujësjellsin. Gjithë fshatin, se këto fshatër e kanë ujin, po e kanë me ramje të lirë, me mahall, me familje, me ndomë. Njihni do thot me gjithë këto. Raportet i keni të mira. Deri sot s'ka qysh më të mira. S'kem pas as nga tresa, është një nga tresa vogël aty këtu ka ndodhur, po në përgjithësi kemi qenë shumë kompakt mes veti. Sa kanë lënë fshatin? Fshatin e kanë lënë, por jo me shit. Kanë shku për momente, kanë shku në fushë Kosovë, Prishtinë, besa në gurbet. Po kthehen verës shumica, kthehen 90% kthehen verës, mujtë e verës. Këto. Po banorët që janë këto momentalisht, me çka mirën, çka punojnë? Banorët shumica janë të inkuadruar në fushë Kosovë, Prishtinë, mirën me blegtëri, duket një 5 shtëpi, dhe bujësi që ata që kanë blegtëri, lopë që kanë, mojnë edhe do të me punu tokën, se
Pak. Punon tokat? Punohen pak, jo boll. Është për shembull toka pjellore? Pjesa e poshtme është pjellore, kjo në altë jo, po me punu qëtë, se që saj kemi jetu une që e maj mend. Se u lanë këto punimet? Se u lanë se tash pse? Mazdore. Që shka pëtëm, unë që shpe kuptoj. Me ble faren, për morëm një arë me mjell një hektar grunë. Me ble faren, plehin, traktorin, mbjellja, po të kushtën sa me ble millin. Jam të e prit autobusin këtë në fshatin Harilaç me u kthy për Prishtinë. Po më pëlqen pjesa që e paskan, pra stacioni është në rregull. Përveç kësaj, fshati përballë mi e ka dhe xhamin. Një veti tjetër, një veçori e këtij fshati është se deri me tani në fshatrat që kam qenë për vizit nuk e ka pas kamerën 24/7 me vëzhgu fshatin. Pra, po më pëlqen shumë gjë që miri shko me pas edhe në fshatrat e tjera. Është fshati i parë, pra në nënvëzhgim të kamerave 24/7. Ne po vazhdojmë në një rrugë tjetër të fshatit, po kalojmë tek pjesa e shkollës qendroni me neve. Erdhëm në një rrugic tjetër të fshatit Harilaç, ku pranë e kam objektin e shkollës, përveç kësaj është edhe palestra sportive, po duket objekti i bukur, i ndërtuar. Një informacion që e kam prapa kamerës, janë afër 200 nxënësa të cilët e vijojnë mësimin në këtë shkollë. Normalisht numri i nxënësave ka qenë siç po e dim tashmë edhe më i madh, por me ikjen e banorëve edhe numri i nxënësave është në rënje. Jo, e po është një pulë e mirë e trosh. Pula, vetëm pula po shë, banor e kam të pamundur. Në këtë ku janë edhe në orarët e punës, edhe si që më tregoj banor i parë është e pamundur me taku banor për shkak se tash janë për fush Kosovë të punu. E gjithandej, dikush fush Kosovë, dikush ndoshta edhe Prishtinë për shkak se janë shumë afër. Çka mbetet tjetër me komentu? Me të vërtet fshati është interesant, e ka një pozitë gjeografike interesante, unë jam të e pa një banor, hajde bismillah, po shkoj po afrohem edhe po e përshëndeti. Përshëndetje! Si je? Mirë, ju falemderit, mirë, ju sene. Mirë, falemderit, jo? Familjen vetë. Mirë, krejt Apo numër lëne, jem. si Ja, po s'po shkon, lodhe, mirë, shumë, jo? Çka keni punët? Mirë. Shumë. Jo? Na, Qysh po kaloni? Zoti mirë, shumë. Qa po bënja, qka po vynja? Po, po tash sin fshat. Fshat e di se që shkën, këtë punë të fshatit janë në rishën sheherin ma pak, ka këtë në fshatin që Aurora? ka punë parar, ka punë shumë. Shumë mirë, por që jeni shumë punëtor edhe punë të keni bëhë shumë mirë, kështëm përgjithësi në gjitha fshatrat. Po mirë, sidomos tash për fshatin Harilaç që e keni fjallin pak. Fshati Harilaç vend një vend turistik, Hajde po shkojmë po ecëm pak edhe të shofëm edhe të bisedu, a bën kështë? Po bën. Hajde. Si është ndjesia me qenë banor i fshatit Harilaç? Ndjesia me qenë banor i fshatit Harilaç këtu për Kallxej, një ndër fshatet më turistike është Harilaçi. E ka pamjen fort mirë, i ka gjitha. Harilaç, unë për Kallxej nuk e në re asnjë. Ju jeni lindëm edhe i rritëm Harilaç. Po, Harilaç. Ka ju bënë me qëndrun këtë fshate, pas keni dashni shumë të madhe për fshatin Harilaç. Këtu na bënë se për Kallxej. Këtu janë për shembull i kemë Lausjelc. Lausjelc tash shumica kanë që kanë qëllë kështu bënarë. Lausjelc nga pas për Kudrës nalt, janë me kanalizime, me kretë, rrugët e shtrune, bile shumica, jo shumica për kretë. Harilaçi kanë rrugët asfaltune deri mbrana në barë. Si fshat, sa është i ndërtuar? Wallahi, është fort mirë për 100 shtëpi janë rregullune përgjithësi e mirë. Fshati Harilaç deri tash është i rregulluar fort mirë. Me tënat i ka, gjo nuk i mungon që me ha diçka, këtë në rregull është, ai që tash njeri edhe mund me rregullu. Hala ma shumë, po mirë. Deri këtu qysh ka qenë më herët, është mirë shumë. Shumë mirë, më po mba qefi që ndihni mirë edhe jeni knoqën me Dhe fshatin. këtu mirë, në përveti që ke pjesë, që ke trafik është, a me që të më falë.
Çfarë pisha ku pas mjellë për zbukurim ma ditë shkollës, se shkolla është këtu në venin tonë është. Unë përnej që sa vjetë këtu përnej në shkollë. Kur është ndërtu objekti i shkollës? Valla kjo ndërtu ma vanë, se ma heret ka qenë që kam qenë në klasën e pare, konë nalta djetë, anë konë shkolla mujtme që tu, kjo ndërtu s'pe dita është cilën vetë, se në kom pas pununën gjëheret, për tani për të lëshu një ku, jem këtu japet, se kjo është në vendin tonë këtu. Po numrin zonë sa? Dikon ka 200 silët, 200. Shotin e kanë lënë. Para dite, mas dite që ka shumica që kanë dalën banesa në foshka, se për duket ma mirë të në të rritë, se Allah të mueq me t'ju, që në për vetë më thati, unë e kam një djallë, se unë e kam një djallë në banesa tje, a i ma që ka me jetu atje se nga tonë. Unë për vetë, Allah, jesë më jem suzar këtu, për jenë të nasanë. Shko provoj edhe të pak banesën e shenë, që shtë në qërë? Jo, jem konë të djalli për shamë, shkoj ka 2 orë, 3, o Allah, atë gjithë ditës më i rinë një para ditë, hajë zote, në rute se gjithë ditë me najtë, shumë është. Në projektin ka tonë që shpia jam është në nalta për mitë stotë atje, ato e kom rregullu, projekti për kalë dhe kom zhukru mirë. E kom rregullu me fontan, me pa fontan, e kom fontan të mirë, kom marru, po shimore, hojlaja për të mirë, shka i shkojnë, me nesha për punën e pensionit, kur po plake njeri ka që dvi nipat, mesat, A cena. shkojmë të shofëm, a bon? Po shazeu të në shkojmë, hajde shkojmë. E tash njerëzit si janë në Harilaç, sa jeni mikpritsa, sa po i runi Po, adetet, traditat. Adetet, traditet, Harilaçi fort i ka përdor këtë gjithmonë. Tash? Edhe tash. Që për shembull rinia sodet, për shembull të në Harilaç kur të katune tjera nuk dalin. Harilaçi këtu anë shumë në mezeti, shkojnë në mezeti shumë, probleme nuk kanë, raje këtu nuk kanë. Këtu shkojnë edhe rinë deri vënë, për shembull lujnë shahë, lujnë nej dikush nej trasane, tu viçi Harilaçi, sigur në Harilaç sanat asnjë. Harilaçi fort shkojnë në mezeti. Në Harilaç je lesh ndenë sabah kur s'del me të nalë me unë ka për shkan të këpërshkan. Juve nuk ju pëlqen me ndru vendin, me dalë në qytet, çka ju mban kështë? Unë për veti i bon atë tash dalë me 20 prill në pension, unë jam mësu në katën me punu, atje s'mëri. Atë zotin, arut atje s'mëri. S'katër mure. Ja, atje s'ki ku del, me kone e farë koridorin, e farë tavolinë, e farë se dhe u ma di që thëjnë, me dalë pak me najtë, atë ishë mshel, te po shkallëve dhe s'ki ka shkallë. Do thëtë edhe në këtë fshat e kanë braktis, banorët. Rrugëve nuk po shofëm, nuk po takojnë njerëz. Ka ma pak, ma herët, vëllaj, ka pas shumë, pa ta shkok i pjeduket ma mirë, po bëtë qëdo, pjeduket ma mirë, ma letë në banesa, edhe për thmi, po nga. Edhe këtu e kanë shkollë ngatë. Edhe këtu shkollë ngatë është. Pjeduket ma mirë atje edhe nga të ty ben për bojnë këtë të ma shumë sigurone. Për shumë dhe shumë qemë të shkajnë ma në këtë tash këtë të rjetë. Po dojnë me najtë me vjeri. Po dojnë hazër me bli me pare kredi. Se ka galja hjek bura s'jek, ose se ka galja pas fare s'jek. O, dhe që ato hazër kur të vlinë edhe ato të dhët me përgadit dikush? Po tash po dojnë as me përgadit. Së të burët, a i ki pas të ruhant, a i ki asni këtu, se që një djole pas në ty, asi dhe të ruska gale, kjo pëllicë është. Që him tash, e shënë afën taunën ato, u gjëmë dashen për shumërë pak. E pas këtë pjesën shumë të bukur, ku edhe keni shpinë. Kam djole marakli edhe kjo pëntëra shumë, së varë pishë. Po, pëllicë është në punën veri, që 6 vjetë është pëllicë. Special kështë, që këven jam, që hina këtu, e shëna pak për tonë, do shë uzë me fangë të vëllinë. Unë për veti se, jem konë gjithë marakli, kom pas që të shpia me pas pak rëkullim. Që s'ki pak biledhe këtë e shë, shpesherë thëmë gruës ka herë, me pas, kur dilë që në bërë, dikun me pas ku unë gjeshë. Më herët unë që në e farë pas të qia, të shkadin, verës e... A je ljumë? Me posë. Që një ljumë, a një mirë. Blav ljumë bia.
që him tash e qëjnë me fontonën. Që të sani kina hikë, mos me fotografa. Vallaj pas ke po për marake, pas ke ndrejt që burrin. Më përshë burën që fontonën e lëshej, nështë ta kini që pak. Po kim qep pak me po me shiju. Që e shëjna pak. Jes pas ke faj, ta shumë bindes pas ke faj. Unë marok jam që shtët. Po bo shkirë shlizë, unë jem këto. Zbërtet kërkosh. Unë për veti që tashe... Shëndërta i fontone? Unë kam që jam marakle, kam që me pënunën, dhe kom maru mjeshtëre. Nëse tashe e kom launën, në më kanë thirë, kom përnu shëllana. Do të je marti me eksoponime? Po, unë qështet pënime. Me shpia, me shkabalazë, me heker, dru, këtu, nej, për nej. E tash me të thirë dikosh me ja ndërtu një fonton? S'mundësh, a? Unë kanë thirë në Shqipni, me maru atje, po tash gure është të zesha. Unë që shkom që me për nune në së pagujnë. Ta ka projektu dikosh për jo, në këto vetë të kom projektu unën. Qenë ke marakle dhe po e dojshe punën dhe po e bëjshe ashtu... Që sot e ka pas njësë një barbari më mdollë si kaft, të ne kom morë e kom hjekë, me në shave morë një kamion dhe me rafshitën, se sot dhe konë mirë rëgullune, që që të po shëmore kom qështu. Po loja ti kom bo për thmija të adin, kur një pa mesa e në bon, që unë i kam 4, 2 djemi kam djallit që i kam cikës. E qështu. Ju po jetan me këtë djallin, a? Po, i mojë, në fushka se vë dalë, ka grune Shqipni, si ka 2 djellë, o e ka 2 voglin, veç me kam cikë. Si të verë, ka qërrejnë flekë, ka qërrejnë i parë. Si me kam cikë, fort është, fështimi, më ka go ma shumë mu. Në fund, vetës ja këta i lafë. Ki që mullë? Ullem. Ullë se të farë, dushka të në palania. Veç po ullemi ofer, Ska gajle. për shkak të zonit. Ane ka, Okej, ka. që? Që këtu për ska gajle, që këtu hëllajtë, këtu i kom përnu vetë. Tu i me për shambull i qëtë ka dushin, që më në të ka qysh dush. Edhe sirin e paske. Sirin e kom maru vetë që kom partizan aspekt. Veti qka të në sirë? Ja nuk stesh se dje ka pas rabrim. E tani Dje? dhe shëmbit priku. Të naj ka pas barli vaat. Të na u konë dzerë. Në saban me gje, se unë me gje shkejnë shkollë 6 ora. Pa, ka pas rabrim brima i prish, i zini. E qështa. A ka ti qka që duhet me pas fshati me pa tjetër që i mungon, kështë për jetesën, për juve qka jeni në këtë fshat? Po pasha zotën, nuk e di shka të thëmë se këtu tash kresore qenë, nuk e sikur që ka qenë ma heret. Tash që të sene jenë që tash kanalizimit jenë pastrimi katonit. Rima uje janë. Që në përshamë kam tash kanë qilë bënara, kam më bënarin edhe me qilë që të kem ujë, po tash jenë të këqyrë me rua petu ishtu për nak ujë kem për kudrës. Po tash për din me prozdim dika ma larkë, pe ujë ma unë të asdikun, qështë. Se din me më të regu për afërsisht sa shtëpi jënë të banuara momentalisht, që se ka ndrynin. Këtë për 100 shpijen, për 100 janë. Për 100 janë, më sheltas janë aja, se qërë, ka dalë në ideal për shambull, për e kanë lanë për shambull dikon ca prind ma të mëqëm që janë, ose ka që e kanë mshel, edhe vinë të shtu në dile i përdurin. Vinë vikendeve. Vinë kër e kanë përshim, atë përnujnë pak në të rëbashqen e dishka, po tash vjeshta nuk ka qa që jenë do bashqen me pastru me ldirë që thëjnë e sene, po pranvera, atërë, kur vje pranvera ka punë ma shumë, e tash dikush kanë edhe punë, se vjeshta dë njetë dru për dimën më pregadite tash, po maret ka qenë edhe kanë prej edhe pastarma, nej lëp, nej bek, nej dishka tash, dikuj pje makalaj me shku me marë hazër, gjde javë, 2 javë për shamë, që mirë, Po mojë. besa tash edhe po shkojnë shumë shtrajt, tash po shkojnë edhe shumë shtrajt. Shtrajt po shkojnë, po. Tash dikush aj që ka merë, aj që s'ka s'merë. Dikush e ka, sa t'jam rinë gjepi, sene qështë.
Tash po këthi. Ban kaj Faleminderit. sëka, kaj kohë bjerë. Faleminderit që ha edhe ka një gotuj Bira mjafton. në i gotu, Abdullah. Mjafton një gotuj mos e bë të loshe. Qa mendon pse po bëhet shpërpullimi kaq i madh në për fshatra? Edhe a ka marrë një ditë O që që ka po një të uri kalëgje, këthy? a di pse që bëhet. Bëhet se pjët duke se se të këqëri. Se të të rritë të falë që po tëmë, se dhja e martë unë asje, të rritë të shpija me konë, nuk ja të në fort punën. Që jam kjo fort marak lekë për të rritë ma autar, s'pe ljudej, po të rritë Edhe nuk i po duhet du- ushtrime për profesionin që e ka. Po, edhe këtë të reja tash që po nuk pëjdojnë as vjeherin s'pëjdojnë. Po jo s'pëjdojnë, Vallaj edhe vjeherria po kanë qenë veç vetë. pasha zotën, Pasha zote. vjeheria nga dhe po plakën ja, ata dojnë pak. Që shpikëqyrë me në të rritë, tash, ata do të më në këqyrë në ashtë të neve pak, po tash s'po dojnë, Qëre, ju për shembull jeni ende i ri. Edhe mundesh me Ja, unë diçka që po të për kallëzoj. veti. Ki që vesh me gru, tani kur të shanë që po ligesh pak, që atëherë Jo, dën unë që po të djalin e kalëgje ri. keshtë të honën, tash me 20 prili bëjt 65 vjetë. Që sa po në unë djelë të s'pënojnë. Unë për veti kur s'nala. Po djemë t'i kam të mirë që kështë, jenë pëntur, mirë asë, s'po shkojna me alë në kënej. Tash që kështë që thotë, të rjetë nuk po dojnë, o s'po dojnë, as dojnë me hinë magja, tash e ranë magja s'ka. Tash as nas hinë magja s'dojnë, që edhe gruja jam tash Jenë byllë po mogjat. dojnë, jenë byllë, po dojnë hazër me shku në shqitore. Edhe këtyne me mujtë me abo që dojnë, nashta në trakë. Vish me dhalo në telefon, shëmi 2 buk, 3 buk, po më vynë edhe mi prit hazër shpe. E të gjamë ati se të rejat mërë për dohen për mes bje me Allah, nësë di shka po këtë ditë të sotit. Që problem. Shini ma të arsyshme ju, e shini të arsyshme me jetu ashtu bashkarisht, bashkallak. Unë thëmë për veti, tash kur tash nëhet njeri me një cikë ose t'jallë, që ta du të me konë të lungëtën me që mirë. Si ta ka përcejnë, s'ta mirë, e qenë mirë, dije se edhe mija kërë dalin, dhe të me ka qashtu me shku mirë e marë. Gruja si ta ka me burë mirë, vëllaj s'ka qara pa shku mirë. Ose disginat i që dhejnë për neve, disginat i ka marë gratë në dërë, vëllaj për me ju, të unë në herë, unë jem mirë, veqe, Veç ka me që shtë me thojnë të në lofa, veç ka me që shtë se pa qëfarë ndur në asan heq. vëllaj, se di, kje ku e sudit, maret ka pas respekt, ka pas pak marre, ka pas, Besa ka dhe pas tut. tut, këtë konë tukta. Besa dhe të gratë konë pak tukta. Ate s'ka pas me full gruja, ka full buri. Ose i ka djelve, ti ki me kry qitë pun, ti qitë pun, gruja ka pun, gratë i kanë pun të veta dhe, o kryja e pun. Po veç E tashti, odat e burra po rinë zbroz, Zbras? burrat po rinë Po salon me tash gro. Salon me burra me gratë, salon bashkë. Se po rinë ju me gro. Po ku ndrej që me shku, s'ki ku shkën. Shkunut, me vazhdu që keni Eze, vazhdu që. kana prishe u Po ta keni s'ka. qeve, po keni qeve dhe ju me gro me Po ne. thua, me grobë vëllë rrim natën. Po, kresura që... Faleminderit shumë, po i shijojmë kofet, rikthehemi më pastaj. Unë e mora leje prej bacit e min pak me u luhot, se këtu po bëj ka dhe për të rritur, apo? Pa ne iso në haloja me vogël. 55 vjetë. Baca e min jëm të t'i po edhe drut. Unë Turki sa dush. Apo shkojmë pak? E qajnë me i dru. Opa, po gjithë ditën kësha ne që të po gjëna ondi të gjëru në të u luhot. Të shfridzu gazetaren pse jo pak për drun. S'ka. Ma di hava thuj s'ka kërkun. Anë të këfshëmit me ta mojtë shpinën e për një ditë. I pas ke lodurt. Po thuvi prapa. U po mjetë marak që s'peshtim pak ondin. Me punu. Ondin prapa kamerës.
Sa mos më thot që si për të, wallah e zue e lume shtëpia që t'ka ha. Faleminderit. Po, hajt, a mund është. Falen çto. Ty, do të shkila. Jemi ende rrugëve të fshatit Harilaç këtu në Fushë Kosovë. Fshati Harilaç njihet edhe si fshat antik, ashtu siç më treguan banorët. Veçoria e këtij fshati është se edhe përkundër faktit që e kanë lënë këtë fshat, ata vazhdojnë çdo vikend me ardhmë, me punu, me kalu kohën në fshat, përkundër që në fshatrat e tjera nuk ma kanë thonë këtë gjë, ndoshta edhe në fshatrat e tjera shkojnë njerëzit vikendeve me kalu kohën, por që këtu çdo herë vikendit stërmbushet fshati. Infrastruktura po duket nivel, ka vende për përmirësime, por që asfalti është në rregull, edhe pjesa e trotuarit është në rregull, jam të e po edhe një pjesë ura, por rrjedh ka pakës ujë. Përveç kësaj, veçanti tjetër e fshatit kur ne gjithë furnizohem me energji elektrike në këtë fshat është paneli solar, pra energjia solare e cila vjen nga drita dhe dielli, pra siç e dim. Çka tjetër? Fshati i ka gjitha elementet pothuajse për jetesë, i ndëgjut intervistat, kanalizimi, ujësjellsi, energjia. Fshati e ka dhe kalan, për ndryshe njihet edhe si fshat turistik, pra është e pjesa shumë e bukur me shku me vizitu me familjet e juve. Pjesa që po e shohim janë edhe flutarake, të cilat prodhojnë energji elektrike me anë të erës. Përveç kësaj, mundeshim me pa komplet Harilaçin. Nëse shkoni në atë pjesë, është një restorant shumë i bukur që mundeni me kalu kohë shumë të mira me familje. Mua miqtë e mi së më mbetet gjë tjetër veç. Faleminderit që qëndruat edhe kësaj radhe bashkë me neve. Ne shifemi në fshatin e radhes. Deri atëherë, mirëmbëjtje!